Audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, unë kërkoj që Allahu me fuqinë e tij të anuloj dhe të bëjë të pafuqishme çdo të keqe që shejtani ka planifikuar për ty këtë javë. Unë kërkoj nga ty o Allah që të prishësh çdo kurth, çdo plan, çdo intrigë, çdo vesvese, çdo të keqe që shejtani dhe armiq mund të kenë kurdisur kundër këtij personi. Le të dështoj çdo plan i së keqes me lejen tënde. O Allah, shko përpara tyre dhe hap rrugën aty ku nuk duket asnjë rrugë. Bëje të lehtë atë që duket e vështirë dhe largo çdo pengesë që nuk është hajër për të. O Zoti ynë, ne kërkojmë që me fuqinë tënde të anulosh çdo sulm të shejtanit ndaj këtij personi, bëj të pafuqishme vesveset e tij, mashtrimet e tij dhe çdo përpjekje për t'ia prishur qetësinë, besimin, familjen dhe jetën. O Allah, mbroj këtë person nga çdo e keqe e dukshme dhe e padukshme, ruaj nga shejtani, nga vesveset, nga syri i keq, zilia, sprova dhe çdo dëm. Bëj të pafuqishme çdo frikë, çdo ankth, çdo dëshpërim, çdo tundim, çdo dobësi, çdo varfëri dhe çdo mungesë që e largon nga ti. O Allah, vendos mbrojtjen tënde mbi të, mbroje në çdo hap, nga e hëna deri te diellën, mbroje kur del dhe kur kthehet, kur është zgjuar dhe kur fle, mbroje atë dhe familjen e tyre. Çdo e keqe e planifikuar kundër këtij personi, unë kërkoj që të anulohet, të prishet dhe të bëhet e pafuqishme me lejen e Allahut. Nëse dikush dëshiron t'i bëj keq, largoj atë të keqe prej tyre. Nëse dikush kurdis kundër tyre, bëje kurthin të dështoj. Nëse shejtani përpiqet t'ua marr paqen, bëj vesveset e tij të pafuqishme dhe mbushë zemrën e këtij personi me përmendjen tënde. O Allah, jo vetëm plotësoja nevojat këtë javë, por jepi nga mirësitë tua më shumë nga se pret, nëse kjo është për hajër për të. O Zoti ynë, unë kërkoj prej teje mbi këtë javë shërim, rritje, bereqet, furnizim, sukses, favor dhe mirësi për personin që dëgjon këtë lutje dhe për të dashurit e tij. O Zot, mos lejo që ky person të besoj gënjeshtrat e shejtanit, mos lejo të besoj se nuk do t'ja dalë, se nuk do të ndryshoj asgjë apo se është i vetëm. Me lejen tënde ky person nuk do të mposhtet nga kjo javë, sepse ti je me të. Ti je mbrojtësi i tyre dhe kur robi mbështetet tek ti, askush nuk mund të dëmtojë atë pa lejen tënde. O Allah, shejtani nuk ka pushtet mbi zemrën tonë përderisa ti na mbron. Ai nuk mund t'ja marrë paqen, nuk mund t'ja ndaj familjen e askujt, nuk mund ta shkatërrojë jetën dhe nuk mund të përcaktoj fatin ton. Çdo plan i së keqes anuloju në emrin e Allahut. Çdo kurth prishu në emrin e Allahut. Çdo vesvesë i shejtanit e bëjmë të pafuqishme në emrin e Allahut. Çdo e keqe largoju në emrin e Allahut. Çdo derë së keqes mbyllu në emrin e Allahut. Çdo derë hajrit hapu në emrin e Allahut. Hasbunallahu wa ni'mal vakil, dhe Allahu na mjafton neve dhe ai është mbrojtësi më i mirë. O Allah, ruaj këtë person, ruaj familjen e tyre, ruaj zemrën, mendjen, besimin dhe rrugën e tyre. Me lejen tënde, kjo javë nuk do të jetë javë frike, por javë mbrojtje, bereqeti, lehtësimi dhe afrimi me ty. Amin ya Rabbi alemin.